Pa dhe mjete dhe makina të blinduara, Humvee apo pak më të madhe se Humvee. Pra, unë këtë mendoj që ka qenë qëllimi Amerikan për të krijuar një bazë aty dhe ata kanë pas mundësinë me superioritetin e tyre ajror që këtë bazë ta mbrojnë për X kohë, jo për gjithmonë, për X kohë. Dhe synimi i tyre nga kjo bazë të çonin trupa speciale, të cilat, le të themi, do çonin dhjetra, do çonin qindra, po ushtria iraniane atje në Isfahan mund të jetë dhjetra mijëra, le të themi, për të mos thënë qindra mijëra në atë zonë aty. Nuk më duket e para e realizueshme, e dyta e mirë menduar. E mirë planifikuar. E mirë planifikuar. Po gjithsesi, është shumë e thjeshtë, shumë e lehtë të planizosh dhe të ekzekutosh një operacion të tillë me pak trupa, se sa të duhen minimalisht 6 muaj kohë që të afrosh rezervat logjistike dhe të municionit, të afrosh dhe një ushtri gigante, të bombardosh pa fund gjithçka që ka Irani në mënyrë tillë që të zbarkosh. Nuk mendojnë që ka qenë një tentativë për grabitjen e 450, sepse mendohet që prandaj ulën dhe këta në 130, sepse uraniumi është i futur në për bombola të rënda, plumbi që peshojnë. Si mund futesh në atë tunelin, edhe nëse e din ata, si mund futesh në atë tunelin e nëndheshëm, atje me... Këte ka menduar ai që ka bërë këtë operacion. E mendojmë dhe ne atë çështje tash, me 4 helikopterë. Një C-130, 4 helikopterë të tillë mban brenda. Janë 4 të vegjël. 4 të vegjël mbajnë 16 forca speciale. Ja dhe ai tjetri që ka ardhur, i dyti që erdhi, mund vinin dhe... Pra, i gjithë operacioni mund të ishte, le të themi me i batalion, 500 veta, 600 veta. Unë nuk e besoj që 500 veta le të kishin dhe mbështetjen ajrore. Mund të merrin një tunel të mbrojtur. Mund të merrin një tunel të mbrojtur, të mbrojtur nga mira ushtarë iranian. Se di tashmë, po... Okej, po që ka qenë një operacion i keq planifikuar është... Fakti e tregoj që dështoi. Ai generali Zadansi i ushtrisë amerikane në një nga këto intervistat e para 2 ditëve tha që çdo fshatar iranian na gjyti me çka kishte mundësi. Po, unë pash pamjet filmike aty që... I pam gjithë në ato. Dilnin nga pikapët, gjuanin me... Ata ishin policët e zonës, policët lokal, po edhe fshatarët vetë, çka kishin pushtë vjetra e kështu. Pra, testi ka qenë komplet i pa... Edhe nëse ka qenë një test që ju ka dhënë një mësim që të paktën nuk duhet i hyrë një aventurë toksore. Sepse terreni është i tillë, largësia është shumë e madhe. Ja, fakti i furnizimit të helikopterëve në ajër këtë tregon, se s'ka arsye furnizosh. Domethënë jemi në kushtet që edhe një superfuqi hiperteknologjike, siç është Bashkuara, ka limitet e saj. Padyshim që ka limitet e saj. Sidomos në një thellësi shumë të madhe strategjike që ka Irani, sidomos në atë terren shkretir, gjysmë shkretir, me vargmale shumë të mëdha. Kam përshtypjen, Beni, që është një aventurë nga e cila nuk është nxjerrë mësim, diku në Vietnam, rreth 50 vite më parë, 55-60 vite më parë, madje ka bërë edhe një film Mel Gibson, Ne ishim ushtar, We Were Soldiers, ku tregon pikërisht për herë të parë përdorimin e helikopterit dhe zbarkimin në thellësi të territorit armik për të krijuar një plaz d'armë në mënyrë që ta zgjerosh atë njëll. Dhe nuk ja dolën me vietnamezë të pajisur vetëm me një kallash. Jo, ajo betejë ka ndodhur vërtet. Ka ndodhur vërtet, pra, ka ndodhur vërtet. Një batalion airborne me helikopter. Po nuk ja dolën. Do të thënë, ja dolën me... Kundër një regjimenti të ushtrisë së rregullt vietnameze. Po nuk ja dolën, pra nuk arritën ta mbanin. Çështja se amerikanët me ato operacion ndryshuan komplet natyrën e luftës. Pra, që nga i moment e këtej, operacionet nuk janë vetëm toksore,
po janë gjithmonë aerotoksore. Dhe helikopterët përdoren, edhe tashti, dhe në atë kohë që nëzorën ata. Amerikanët faktikisht helikopterët i përdoren që në 50-53 si luftën e Kores. Por në luftën e Vietnamit e strukturuar në komplet doktrinën aerotoksore të tyre. Dhe helikopterët përdoren për manovrim forcash, për manovrim rezervash, manovrim armatimi. E kapin topin, Humvin, tërheqjet, plagosur, çuarje me municioni. Pra, janë një aset shumë i domosdoshëm në luftën e sot moderne. Gjithë çështja është e thellësisë strategjike që po diskutojmë ne. Irani ka një thellësi shumë madhe strategjike dhe planizimi i operacioneve të tilla kërkon një perfekcion dhe fat. Mbase perfekcionin amerikanët në këtë rast e kanë pasur, por nuk kanë pas fatin, u zbuluan, unë u habita që ata përdorën ditën për ta bërë. Në shumicën absolute të rasteve, doktrina amerikane për forcat speciale përdor natën. Kjo është e ditën. Një pyetje tjetër. Si shqegohet që është hera e dytë që rëra e shkretëtirës, është edhe operacioni famshëm për shpëtimin e pengjeve të ambasadës, i blokon mjetet ajrore amerikane. Nuk e llogarisin kaq e gjë këta që të njëjtin problem patën edhe në Irak me tanket. Nuk e llogarisin kaq e gjë kur çojnë trupa që duhet armatim special, qoftë edhe nga automatiku që të bllokohet. Më thonë për shembull në Afganistan, ushtarët amerikanë, kam dëgjuar nga ata që kanë qenë, ndronin automatikët e tyre me kallash, sepse nuk ngecin në kushtet e pluhurit të rërës të... Po, në këtë rast nuk është se i blokoj rëra ata. Në këtë rast. Këta që mbetëm nga rëra, mbetëm në pistë. Jo, nuk e besoj se kanë ngelur nga rëra. Sipas iranianëve, i pari është ulur, i dyti është goditur në ulje, nga një raket supi iraniane. Pra, i pari është ulur plotësisht. I dyti është goditur gjatë uljes. Ka pasur përplasje, thuhet, me shkëmbim zjarri të rëndë. Po, që ka pas shkëmbim zjarri. Zjarri rëndë është zjarë, në qofë se arenanët do kishin artilleri. Jo artilleri, jo me artilleri, po me... Artileta dhe mbase në raket supi kunaerore. Po, shiko, Amerikanët, teknologjia amerikane, këtë 130-ta, nuk e preferon tokën e thatë. Rusët janë që çdo avion të vetin transportues të madh e kanë projektuar që të ulet edhe në pista të shtypura. Në pista toke, sepse vetë nevojat ruse dhe që në Bashkimin Sovjetik ishin që Bashkimi Sovjetik me gjithë ato sipërfaqe gjigante nuk mund të bënte dot pista betoni kudo ku i nevojiteshin atij. Dhe i projektoi avionet e transportit që të uleshin dhe në tokë. Amerikanët nuk e kanë pas këtë lloj preference. Dhe mbase e kanë llogaritur që ta çonin atje C-130 dhe ta braktisin, ta shpërthenin, atës mund ta dim, po C-130 e ka aftësinë për të ulur në pista toksore. Në terreni konkret atje tash mbase edhe ka ngecur, mbase edhe nuk është ngritur dot, askush se di, evidencat janë të pakta, edhe vetë iranianët dy foto kanë nxjerrë nga vendet i shkatrimit. Një është nga Elika. Fotoja e shkatrimit, ku janë shkatruar në pistë. Po, nga Elika që është e thyer në një drejtim, do të thotë që kur është ulur, kur është shkon, si është, pra, kur është ulur që ka hasur tokën, Elika ka qenë në rrotullim. Dhe duke kapur në tokën, ato përthyhen. Po. Por kjo duket që është e bombarduar. E kanë bombarduar vetë amerikanët. E kanë shkatruar vetë ata. E kanë shkatruar vetë amerikanët. Një avion i ulur, le të themi, i përplasur, nuk bëhet kështu. Po, i ka të shpërndara me... Jo, nuk i ka të shpërndara, i ka më kompakte. Kjo dallohet që është gjujtur nga amerikanët me bomba. Okej. Me bomba.
Ndërkohë, hape mbyll ngushticën e Hormuzit? Unë besoj që presidenti Trump i intereson dalja nga ky konflikt. Unë besoj që presidenti Trump... Sepse këta iranianët po duken kokdru. Jo, sepse... Pra, forcat amerikane që nga dijen bjes nuk kanë vepruar. Por Izraeli, duke mos qenë pjesë e kësaj, sot nuk se di, se njof, nuk e bëj dhe bombardoj egërsisht Beirutin. Beirutin. Unë mendoj që dhe nga pamundësia e sukseseve në terren, se Hezbollahu po qëndron fuqishëm, ata kam mësuar humbje sipas medjave dhe medjave përnevore, po edhe para 3 ditësh doli shefi i shtabit i përgjithshëm me tyre dhe tha që jemi në pragun mos pasjes mundësi të bëjmë operacione luftarake. Tha, ka reparte rezerviste që i kemi thirrur 6 herë brenda vitit. Rezervistët lere ushtrin e rregullt. Ka një konsum moral. Po ka 2 vjetë ca që po bëjnë, kanë 2 vjetë gjysë që po ushtria izraelite po bën luftë me mur. Ata si tregojnë humjet, po të bësh luftë në qendër të banuar është masakruese. Ankthi për sulmusin, komandant. edhe për mbrojtjen, po për sulmusin është masakruese. Pra Izraeli nuk e njoh këtë. Pushim zjarri dhe bombardoi. Në ato pikat, në 10 pikat që u ra dakord me cilët të diskutohet, ishte edhe kjo. Pra, stop Libanit, Jemenit, Irakut, milicive në Irak. Izraelitët e bombarduan dhe këta, përveç se gjujtën Izraelin me raketa balistike, mbrëm, riblokuan pra ngushticën e Hormuzit për të treguar. Unë mendoj që është pjesë e kësaj luftës psikologjike që iranianët të tregojnë vendosmërinë e plot. Ka kapacitete iranianët për të mbajtur të bllokuar Hormuzin, ose sa kohë mund të rinë amerikanët në Hormuz? Sipas kësaj, vetë ngjarjet treguan që iranianët i kanë kapacitetet, sepse janë kapacitete asimetrike, ju ata kanë qindra motoskaf të tillë, për të mos thënë atë të fundit që e minojnë. Edhe sot praktikisht. Pa ata nuk duan t'i bien vetës, nuk duan t'i qellojnë vetën në këmbë. Mjetin e fundit tyre kanë minat, po kanë dronet, kanë raketat tok-det, kanë motoskafet me raketat det, kanë dronet, kanë besoj du të kenë dhe artilleri me largëhedhje të madhe. Le mos i kenë moderne thuaj, po janë efektive. Tankeri është një objekt 300 metrë gjatë. Po të goditet kollaj fare, dhe me një goditje me flak nafta. A pasaj kush është ai tank njerë përsi për të vëj bask? Fakti që presidenti Trump u kërkoi evropianëve pikërisht për këtë, për që të sillsin ata dragaminat. Se Amerika sot s'ka nevojë për dragamina dhe nuk ka dragamina. Amerika? Jo, po s'ka nevojë. Se ka menduar ndonjëherë që do t'i minojnë Bregdetin? Bregdetin e saj. Plus që koncepti doktrinor amerikan bazohet mbi grupet sulmuese të orpërmbajtëseve, të cilat dikur mund të rrinin 300 km larg bregut, tash i kanë vajt 1000 km. Nesër në një konflikt me Kinën mund të shkojnë edhe më larg, në varësi të kapaciteteve goditëse të kundërshtarit. Po, të gjithë ushtarakët kështu mendojnë, paktën këta që po studiojnë këtë, po ndryshon komplet koncepti i luftës. Do thënë aeroplan mbajtëse dhe këto janë ndoshta për një luftë ngjashme me luftën e dytë botërore. Me luftën e paqësorit, pra të oqeanit hapur, ndërsa në detat mbyllura dhe me teknologjinë e sotme dhe mes dheu është deti mbyllur. Viri Persik nuk diskutohet, deti i Kuq, deti i Kinës jugore në atë përplasjen e madhe atje. E di që më duket se nga pikpamja ushtarake po deli fituar Irani, se në momentin që ti nuk e ke rrëzuar atë qeveri, është dela i fituar. Sa do rinë Amerikanët në gjirin Persik, nëse po ju kushton 1 miliard dita? Po 1 miliard dita nuk është se ka në
Nuk është se më kujtoni se është në gjë e madhe për Amerikanët 1 miliard.